pjesës A dhe sot do t'ju tregojmë se çfarë ndikimi ka cigare në organet e frymarrjes apo mushkërive me një eksperiment shumë të thjeshtë, por me një domethënie shumë të madhe. Sot na nevojiten letra, pompa, cigare, gotë laboratorike edhe një pikatore. Gotën laboratorike duhet ta mbushim me ujë. Dhe fosin në fund të gotës pikatores. Pikatoren e mbushim me ujë. Vendosim një kapak dhe kthejmë pikatoren përmbys. Në këtë mënyrë, duke ujë dalë nga pikatoria, në të njëjtin kohë dhe thithet cigara dhe tymi i cigares, domethënë qëndron në pikatore. Në pozitën që ka pasur, e lirojmë cigaren, edhe marrim pompën dhe vendosim në fund të pikatores. Pastaj e vendosim një ballon në fund të pikatores dhe me anë të pompës i krijojmë presion që tymi të dalë jashtë. Dhe këtu e kemi rezultate se si është paraqitja e një duhani në mushkëritë e njeriut. Ta paramendojmë se si mund të jetë mushkëritë e një njeriu që është duhanpirës i rregullt. Kështu sipas OVSH-s janë 8 milion persona që vdesin për sëmundjeve të mushkërisë, 7 milion prej tyre janë duhanpirës edhe 1 milion prej tyre janë ata që qëndrojnë në hapësirat në duhanpirës. Ne sot do të zhvillojmë një eksperiment i cili ka të bëjë me metodën e kromatografisë. Kjo metodë e cila na ndihmon për përcaktimin e pigmenteve të plastideve bimore. Për realizimin e kësaj metode ose këtij eksperimente na vyhen këto enë laboratorike, siç është gota laboratorike, ena e qelçit, mikropipeta, letrat filtruese, havani me shtyps dhe 2 menzura. Kthehemi te reagjentet kimik. Reagjentet që na nevojitet janë acetoni 80%, benzoli, po ashtu dhe benzina. Në havan do të vendosim disa copa kryer lecash, acetonin 80% dhe disa copëza gjethe, dhe më atë shtypsit do të prishim urin qelizor dhe të lirojmë plastidet. Në vazhdim, ne do të përcaktojmë vijën startuese të kromatogramëve. Po ashtu, përveç kromatogramëve, si tretës organik për përcaktimin e
pigmenteve në nevojitet përzierja e komponimeve të benzolis edhe benzinës, të cilët do të i hedhim në botën laboratorike. E përzien, raporti është 1 me 1 dhe për këtë përcaktim të raportit na nevojiten më shumë menzurat. Dhe në mënyrë që të mos avullohet, na duhet të mbulojmë këtë me botën e qiq. Tani do marrim kromatogramin dhe në vjen sartuset e tij do të vendosim një pikë të ekstraktit acetonik të pigmentit të kloroplastit. Dhe ky proces duhet të përsëritet disa herë. Kromatogramin e tjerë mirë e marrim e vendosim në gotën laboratorike. Duhet pasur kujdes që vija startuese e kromatogramit të mos vije në tretësin organik, po ashtu dhe nuk duhet të prek muret e enës. Gjithashtu duhet ta mbulojmë përsëri me qelë çvorë. Për gjatë zhvillimit të eksperimentit, substanca të ndryshme treten në shpejtësi të ndryshme. Në fillim kemi klorofilin B, i cili ka ngjyrë të gjelbërt me intensive. Pastaj është klorofili A, i cili ka ngjyrë të gjelbërt më të hapur dhe në fund janë karotjet, të cilat kanë ngjyrë të verdhë. Me ndarje të tillë bëhet përcaktimi kualitativ i pigmenteve të kloroplastit. Përshëndetje, sot do të realizojmë një eksperiment biokimik në lidhje me ndikimin e temperaturës dhe pH-s në aktivitetin e saharozës. Së pari, enzimet janë substanca kimike me natyrë proteinike, të cilat ndihmojnë në zhvillimin e reaksioneve biokimike. Nëse ato kanë kontakt me temperatura të larta apo me pH bazike, ato denatyrohen. E njëjta gjë ndodhet edhe te ushqimet të pasura me proteina. Nëse ato kanë kontakt me temperatura shumë të larta, i humbin vlerat e tyre ushqyese. Materialet që na nevojitet për kryerjen e këtij eksperimenti janë 12 epruveta, disa pipeta, disa proza, bonja ujore dhe termometri, ndërsa reagjentet të cilët na nevojiten janë hidroksidi natriumit, sakaraza, acidi acetik, trecirat e felingut dhe uji destiluar. Hapi i radhës i kryerjes së këtij eksperimenti është përgatitja e saharozës. Atëherë këtu kemi filtrat të saharozës, të cilën paraprakisht e kemi përgatitur me shtuarjen e 5 gramëve tharmë të bukës në 20 ml ujë të destiluar dhe e kemi filtruar. Do të vendosim në të 6 epruvetat nga 10 ml saharozë dhe pastaj do të shojmë te secila se sa mililitra ujë të destiluar do shtojmë dhe në 2 epruvetat e fundit. Njëra do të ketë përmbajtje acidike, kurse tjetra përmbajtje bazike. Tani 3 epruvetat e para do t'i mbushim nga 4 ml ujë të destiluar, ndërsa epruvetën e 4 vetëm me 3 ml. Pasi kemi mbushur këto 4 epruveta me ujë destiluar, tash në epruvetën e 4 do të vendosim 1 ml acid acetik, në epruvetën e 5 4 ml acid acetik dhe në epruvetën e 6 4 ml hidroksid natriumi. Pra e marrim acidin acetik.
Dhe me anë të një pipetën, pipetën e 4 do ta vendosim 1 ml. Në pipetën e 5 4 ml. Ndërsa në pipetën e 6 do t'i vendosim 4 ml hidroksid të natriumit. Pasi e kemi mbushur edhe pipetën e 6 me hidroksid natriumit, tani të 5 pipetat, përveç pipetës së 2, do t'i mbushim nga 1 ml filtrat të saharozës. Tani edhe pipetën e 2 do ta mbushim me 1 ml filtrat të saharozës, mirë po ato më pas do ta denaturojmë në temperaturat e larta. Pas mbushjes me filtrat të saharozës, të 6 pipetat do t'i mbyllim nga një top. Tani e pipetën e parë do ta lëm në temperaturë të dhomës, e pipetën e dytë do ta denaturojmë, ndërsa 4 pipeta tjera do t'i vendosim në një banjë ujore me temperaturë konstante 40 gradë Celsius. Aty do t'i lëm për 30 minuta dhe më pas do të shohim rezultatet e arritura. Dallimi vetëm mes pipetës së tretë dhe të parë, të cilat janë të mbushura me nga 4 ml ujë, është se pipeta e parë do të qëndrojë në temperaturë dhomës, ndërsa pipeta e tretë do të jetë brenda një banjëje ujore, do të thotë në 40 gradë Celsius. Pra tani pipetën e dytë e vendosim në një gotë laboratorike, e cila është nxehur në temperatura të larta, do të thotë siç mund ta shihni është duke vluar mbi 100 gradë Celsius. Ndërsa pipetën e parë e mbajmë në temperaturë dhomës, kurse 4 pipetat e tjera do t'i vendosim në një banjë ujore të improvizuar, e cila duhet të ketë temperaturë 40 gradë Celsius dhe i lëm aty për 30 minuta. Pasi uji ka arritur temperaturën 40 gradë Celsius, të katërta pipetat do t'i vendosim brenda në banjë ujore. Dhe si që përmenda, do t'i lëm për 30 minuta dhe më pas do të shohim rezultatet e arritura. Pasi kemi lënë të katërta pipetat në një banjë ujore për 30 minuta, atëherë në një gotë tjetër laboratorike do ta mbushim me akull. Dhe të katërta pipetat do të vendosim në këtë gotë të mbushur me akull në mënyrë që ta ndërprejmë aktivitetin e enzimit të saharozës. Dhe do të lëm për disa minuta. Në vazhdim do të vërtetojmë veprimin e saharozës mbi saharozë në situata të ndryshme. Për të vërtetuar veprimin e saharozës mbi saharozë në situata të ndryshme, e bëjmë provën e felingut. Marrim 6 pipeta të cilat i kemi mbushur me trecirë të felingut paraprakisht dhe i vendosim të vlojnë. Pasi kanë vluar pipetat me trecirë të felingut, marrim trecirë nga 6 pipetat e mëparshme dhe i vendosim në pipetat me trecirë të felingut derisa të ndrojnë gjyllo.
Saharoza vepron mbi saharozë dhe shkput lidhjen mes glukozës dhe fruktozës. Pastaj grupi funksional i glukozës e redukton tretësirën e felingut deri në oksid bakri, për atë arsye tretësirat marrin ngjyrë të kuqe. Kurse këtu, në epruvetat ku nuk ka vepruar saharoza, nuk e ndryshojnë ngjyrën, prandaj si ngjyrën e tretësirës felingut. Rezultatet e eksperimentit tonë janë këto, cilat i kemi paraqitur në formë tabelare dhe në formë të lakurave. Këtu paraqitet aktiviteti i enzimit në raport me temperaturën. Kemi 6 epruvetat. Epruveta e parë ka qenë temperaturë dhomës 18 deri 20 gradë Celsius. Epruveta e dytë 100 gradë, kurse të tjerat kanë qenë 40 gradë Celsius. Këtu mëna me vrejt që aktiviteti i enzimeve maksimal ka qenë 40 gradë Celsius, ku është temperatura optimale për veprimin e enzimeve. Pastaj duke u rritur temperatura, zvogëlohet edhe veprimi i enzimeve. Këtu kemi pH-n. Epruveta e parë, e dytë, tretë kanë pH neutrale. Epruveta e 4 ka pH acidike të ulët, epruveta e 5 ka pH acidike të lartë, kurse epruveta e 6 ka pH bazike. Do me thënë mina me pa edhe këtu në anë të lakurës. Të prova e felingut, epruveta e parë, prova e felingut ka funksionu. Numri i prikave që në është dash për me ndryshu ngjyrën ka qenë 10. Te epruveta e dytë nuk ka funksionu, pasi që kemi përdor enzim të denaturuar. Te epruveta e tretë, numri i pikave që në është dash me ndryshu ngjyrën ka qenë vetëm 2. Te epruveta e katërt ka qenë 3, te epruveta e 5 ka qenë 5, kurse te epruveta e 6 po ashtu nuk ka funksionu, sepse ka pas përmbajtje bazike. Epruveta e parë, në epruvetën e tretë dallimin vetëm ka qenë temperatura. Epruveta e tretë ka qenë në temperaturë 40 gradë, që vërteton që temperatura optimale për me vepru enzimet është 40, atë funksionon më mirë. Pastaj epruveta e katërt ka pas përbërje acidike të ulët dhe kështu. Edhe në anë të lakurës mundem e nga vrejt se si kanë reagu enzimet. Me këtë eksperiment ne kemi konkluduar se në temperaturat të larta enzimet denaturohen, po ashtu kemi konkluduar edhe se në temperaturë minimale aktiviteti i enzimeve është më i ulët dhe vepron më ngadalë në substrat. Enzimet kanë optimumin e temperaturës në të cilën veprojnë, i cili është 40 gradë Celsius, edhe kemi vërtetuar se në pH bazike enzimet nuk reagojnë. Përshëndetje, unë jam Norti Qergini, sot kena me bo eksperimentin për motjen e intensitetit fotosintezës për 28 gram vin. Përshëndetje, unë jam Rani Jusufi, edhe fillimisht kena me i del 500 ml bikarbonat kaliumit të elenmajere. Këtë bojna me fillimisht me motjen e sasisë bikarbonatit kaliumit që do me qimë në elenmajer. Tashte duhet me lëshu ujin për me funksionu pompa për nxjerrjen e gazave të tepërta në shish. Uji lehet i lëshuar për 10 minuta, edhe gjatë atyre 10 minutave duhet me najt drita artificiale të lëshuar për me ngrimu fotosinteza.
pas 10 minutave që ka vepruar pompa e noljen, edhe e lojmë 15 minuta në qetësi pranë dritës artificiale që me liru sasi të oksigjenit. Pra tash të kena me marrë me do bimën prej Ellen Mayer. Kena me do në 2 pjesë, ka 100 ml të tretësine së bikarbonate. E dojmë kontrolën edhe provën. I kemi 100 ml. Dallimi mes provës edhe kontrollës është se prova ka me pas pjesë të bimës e kontrollave s'ka me kanë tretësira bikarbonatit. Do tash provën e mushu me qepët edhe kontrollën e lojë pa bimë. Edhe tash me topa i mbyllëm të dyjat edhe provën edhe kontrollën. Te prova e kem me bimë edhe te kontrolla e kem pa bimë. Edhe tash ke prova lihet 1 orë në lampën në dritën artificiale për qëllim me kryer fotosintetën. Pas 1 ore që pritëm bimën me Ellen Mayer në ndikimin e dritës artificiale, dritën e nolëm, edhe topat e Ellen Mayerit që ko bimë e largojmë edhe fillojmë me largimin e bimëve. Edhe këtu kemi shënu vjen ku është vëllimi i saktë me bimë tash i Ellen Mayerit, pas largimit bimëve. Vëllimi komuj. Po që me barazu vëllimin, kina mi fut dhe topa ma të vogla që me mbri vëllimin njëjtë si me bimë. Pas largimit bimëve të proza, morrim do e topa ma të vogla që i kem, që me barazu vëllimin e njëjtë qysh unë konsekventë. Pas përfundimit të futjët të topa në Ellen Mayer, e mbyllim me topën e Ellen Mayerit. Dhe lojmë Ellen Mayerin qëtësi që me vazhdu me pjesë të tjera. Tash të përhapën e radhës, kena me marrë acid klorhidrik të përqendruar, kena me fut te Ellen Mayerat e provës së kontrollës. Hapi radhës eksperimentit, pasi që është formu fundrina, kemi prit 5 minuta, ka shdryp fundrina deri te gjysa e Ellen Mayerit, kemi qit acid klorhidrik të përqendruar. Acidi klorhidrik pastaj ka kthjellu tretësinën edhe të provës edhe të kontrollës. Edhe pasoj i tundim pak na që mu këfjell në Ellen Mayer. Edhe pas të në radhës që
Vazhdoj me hapjen e radhës, ku kena me vendos pejet e majerit në gotë laboratorike me 25 ml. Tash të vazhdojnë me bëjnë titullimin e të recinave. Para se një qitë, mos pari i vendosë me replika të vetari. Kjo në shirë që në mund me vrejt kur bëhet kur vjende të të nërmojnë. Për mes indikatorë. Pas kësaj vazhdoj me titullimin, ku edhe provën edhe kontrolën kena me fut deri sa mililitra po ndryshme. Okej, qysh po duket, ngjyra ndru e kontrollës te 1.9 ml, kurse e këshyma te provës sa kontra. Tash e shumë të provës kam ndru për 2.4 ml, që dhe me thonë diferenca për provës edhe për kontrolës është 0.5 ml. Dhe me përfundimin e eksperimentit, kemi konstatu me metodën e Winklerit, me e cila është metodë e matjes oksigenit të liruar në një mos uji, me matjen e sasisë së joneve të jodit, të cilat në metodën e Winklerit rrin 2 atome të jodit me një atom të oksigenit. Edhe krejt në fund nga ka dalë që për bimën tonë janë liru 0.075 ml oksigen për një orë. Tu nis piksojna edhe pi faktit që bima joni ka pas edhe gjete, na del se cila gjete i ka liru 0.00275 ml oksigen gjatë procesit të gjatë kohës një. Edhe për mes kësaj zbulojmë që vërtetojmë që për një pen që ka dikon 150.000 gjete, fitojmë 412.5 ml oksigen, edhe për një pëll për hektar fitojmë 825.000 ml oksigen për orë për një hektar. Dhe në këtë nxjerrim se me sa më shumë pyje që priten, edhe për secilin hektar të pyjeve që priten, i hupëm dikon 825.000 ml oksigen për një orë, tu edhe fiksohen të llogarit që për një orë një njeri harxhon 50 litra oksigen, nxjerrim se secili hektar pëll që pritet është shumë i nevojshëm për